Në Kërçov vazhdon projekti Fuqizimi ekonomik i grave, i organizuar nga organizata jo qeveritare Antico dhe financuar nga Ambasada e Britanisë. Interesimi i femrave për të qenë pjesë e këtij projekti sa vjen e rritet. Numri i pjesëmarrësve në këtë projekt ka arritur deri në 20 në Kërçov dhe mendohet se ky projekt do të zgjasë deri në vitin 2017, ku sipas të gjitha gjasave rezulton të jetë i suksesshëm. Koordinatoria Minire Purellku tha se sot do të punojnë në atë se si të përgatisin një CV personale për të aplikuar në punë ose në një projekt. Ajo gjithashtu tha se edhe 3 ditët në vazhdim do të punohet në lidhje me përgatitjen e një biznes plani. Ky projekt është vazhdimsi i punimeve të tjera që i kemi pas, që i ka organizuar organizata jo qeveritare Antico nga Shkupi me sponsorim të Ambasadës Britanisë së Madhe. Sot ne jemi mbledh këtu në seminar 3 ditësh. Tema e parë do të jetë në të cilën do të zhvillohen punimet rreth asaj se si duhet të punohet një CV, cover letter që i thonë në anglisht, edhe 2 ditë tjera do të kemi ne punime rreth asaj se si duhet të zhvillohet një biznes plan. Edhe kuptohet do të kemi edhe këshilla për mundësitë që do të kemi për të zhvilluar një karrierë si përmarrëse private. Në këtë trajnim marrim pjesë 20 veta, 20 gra të papunësuara, vajza edhe gra, edhe janë të përfshira të gjitha nacionalitetet, maqedonase, shqiptare, turke, edhe kemi 2 përfaqësuese të komunitetit rom. Ajo gjithashtu potencoi faktin se Kërçova ka nevojë për themelimin e më shumë organizatave jo qeveritare, të cilat do të ngrisin zërin për të bërë